Mirëmëngjes të dashur teleshikues. Vazhdojmë përsëri me programin e këmbëve. Do fillojmë këto ditë të punojmë shumë për këmbët, për pjesët e përparme, për pjesët e brendshme dhe për pjesët e jashtme të saj. Jam gjithmonë në programet feminile, pra pa i rënduar këmbët, po për programe tonifikuese, që ato të zgjohen si muskuj dhe të mbushen me gjak. Muskuli brenda duke u punuar dal nga dal, step by step, pa pesha të rënda, është në gjendje që të jetë më fibroz, më i tonifikuar, më rezistent. Pra, lëvizjet trupore, të cilat janë në fitness pa rëndes peshe, na krijojnë në rezistencë, zim të muskulit, tërheqje të saj, duke mos krijuar një trup pra të tensionuar, me ngërçe dhe një muskull të sforcuar për të krijuar shpejt e shpejt. E vazhdojmë programin ngadalë. Fillojmë me ushtrimet, siç kemi thënë, me top për të punuar këmbët. Është mëngjes dhe trupi jon kërkon një stretch pra dhe lëvizjet të saj. Meqense sot ne do punojmë këmbët në pjesët ushtrimore, ngrojmë ato më shumë. Pra qendra e stretching ton do jetë te këmbët. Mbajmë topin drejt dhe fillojmë ulemi poshtë. Ne bëjmë tërheqje, i bashkojmë këmbët dhe bëjmë tërheqjen e pjesës së pasme dhe të shpinës. Qëndron topi në tokë pa lëvizur dhe tentojmë të kapim tokën pa i përthyer gjunjët. Pra, gjunjët qëndrojnë të tendosura dhe tentojmë të shkojmë sa më poshtë. Duke tentuar të ulemi, ne bëjmë zgjatjen e shpinës dhe të pjesës së pasme të këmbëve. Qëndrojmë. Ngrihemi dal nga dal duke u mbajtur në top. E kapim përsëri topin dhe kalojmë në pjesën e zgjatjes së abdominaleve. Qëndrojmë, përthyemi pas dhe qafa tërhiqet pas. Kalojmë anash, bëjmë zgjatjet e pjesës abdominale dhe shpinore në pjesët anësore të trupit tonë. Qëndrimi, kam thënë që na realizon stretching në mënyrën e plot dhe dur. E rrotullojmë topin rreth e rrotull trupit, këmbët qëndrojnë të mbyllura dhe gjunjët nuk gjunjëzohen, mos harroni. Gjunjët nuk i gjunjëzojmë. E ndrojmë anën e rrotullimit tonë. Vazhdojmë. Rrotullojmë topin rreth kokës, duke tërhequr krahët, shpinën, pjesën e barkut. Kemi abdominalet totalisht në lëvizje dhe fundin e shpinës. Si qemi, ulemi më shumë dhe ngrihemi. Ulemi më shumë dhe ngrihemi. Ulemi, ngrihemi. Vazhdojmë, ndrojmë anën. Edhe një herë me ulje dhe ngritje. Si që shikoni, janë ushtrimet cilat nuk i hasni shpesh, pra janë ushtrimet të fundit në botën e fitnessit, të cilat ne u apërcjellim duke u sjell risi. Momentin kur njeriu ka një lojë psikologjike që i ndryshon ushtrimet e tij, e ndihmon veten për të qenë më aktiv dhe për të punuar ato më me intensitet dhe më me kureshtje. Pra, ndrimi i uштrimeve ndihmon që të prekni muskujt të cilat ju nuk i prekni dhe ne kemi plot muskuj të trupit të cilat janë të padukshme dhe ndihmon dhe në psikologjinë e risive në ushtrime. Ushtrimet e njëjta nuk krijojnë një ndryshim të madh në trup dhe trupi krijon imunitet. Pra, kjo vlen dhe për muskujt, krijimi i imunitetit nga ushtrimet, sikurse e kemi hasur dhe në jetë me veprime të tjera sociale. Vazhdojmë përsëri lëvizjen e radhës pas shpjegimit që ju dhash. Kemi ulje poshtë dhe ngritje, kalojmë pas. Ulje poshtë dhe ngritje, kalojmë pas. Ulemi, ngrihemi, kalojmë pas. Këtë e përsërisim 10 herë. 5, 6, 7, prekim tokën. 8, 9, 10. Bajmë topin lart, hapim këmbët sa supet, majt e kishtave drejt dhe ulemi. Hidhemi pra tek ngroja muskulare e këmbëve. Kjo është lëvizje squat, por në ngroje të muskulit. Jemi pa pesh, mos tentoni asnjëherë që të futeni në ushtrimet
e muskulit përkatës, sidomos tek këmbët, sepse krijoni ngërça dhe krijoni kontraktim muskular, sidomos quadricepsit. Është i prirur quadricepsi për të krijuar ngërçe dhe kontraktim muskular më shumë se çdo muskul tjetër, sepse është në lëvizje gjatë ditës. Dhe nga momenti në moment, ju kur e punoni keq atë, ai ju kalon në kontraktim dhe në ngërç. Jemi pra në lëvizje squat bashkë me duart. Vazhdojmë. Kur të ulemi do i ngrejmë duart lart, kur të ngrihemi do i përthyem. 1 2 3 4 5 6 7 8. E njëjta gjë do bëhet duke hapur këmbët. Jemi me topin lart dhe në hapje të këmbëve. Pra, me këmbën që është përthyer, pra kemi quadricepsin e përthyer i cili na shtyn në gjendjen fillestare. Siç e shikoni, kalojmë në një anë dhe shtym veten, kthehemi atje ku ishim. 1 2 3 shtym. 4 vim. 5 shtym prap. 6 vim në qendër. 7 8. Vazhdojmë. 1 lart duart. 2 shtym. 3 4 5 6 7 8. Anash 2 3 4 5 6 7 8. Me rrotullim 2 3 4 5 6 7 8. Rregullojmë frymarrjen. E lëm topin në tokë dhe rregullojmë frymarrjen nga ushtrimi në ushtrim. Siç e shikoni, muskujt lëshojnë energji sepse gjithë quadricepsi dhe bicepsi femoral është ngrohur. Kalojmë me top të kapim pjesët e brendshme dhe pjesët e jashtme. Fillojmë si fillim, shtym pas për të punuar dhe gluteusi maksimum dhe medium. Pra, jemi në pozicion drejt dhe kemi hapje dhe shtytje për anash. 1 2 3 4 5 6 7 8. E njëjta gjë me këmbën tjetër. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dua t'ju shpjegoj sepse ka shumë pyetje për mbajtjen e majës së gishtit. Kemi gishtin shputën drejt dhe majën e gishtit të tendosur. Atëherë me shputën drejt ne e kontraktojmë totalisht quadricepsin ton. Lëvizja e saktë është ajo ku shputa mbahet drejt dhe kontraktojmë quadricepsin. E njëjta lëvizje do bëhet edhe për pjesën e jashtme me top ku e rishkasim. Mbajmë topin në pjesën e poshtme dhe vim lart duke ngritur këmbën. Sa më lart këmba, aq më efekt ka muskuli. 1 2 3. Kapet dhe pjesa ancore e barkut. 6 7 8. Kalojmë në anën tjetër. Vazhdojmë për pjesën e pasme, kemi gluteus maksimum dhe medium. Mos harrojmë që janë tepër të rëndësishme dhe duhet bazament për t'i punuar ato. Pra kemi hapje të tyra. 1 2 3 4, sa më tepër 5 6 7 8. E njëjta gjë në krahun tjetër. Pra mbajmë topin në një krah, dora në mes, e ngrejmë këmbën dhe e hapim atë. Dhe krahu na ndihmon për t'i dhënë një forcë shtytje nga pas. 1 2 3 4 5 6 7 8. E njëjta gjë duke e lidhur të njëjtin ushtrim me ushtrimin tjetër, i cili kalon në ngritje të këmbës dhe anash. 1 2. E ulim këmbën. 3 4 5 6 7 8. E njëjta gjë bëhet edhe në krahun tjetër. 1 2 3 4 5 6 7 8. Pra këto ushtrime na ndihmojnë për të kapur pjesët e pasme të këmbëve. E njëjta gjë me topin bëhet dhe zgjatja, duke çuar topin përpara dhe duke kaluar lart. Pra ulemi, përthyemi, zgjatemi. Kjo zgjatje na ndihmon për të krijuar një tendosje të pjesës së pasme të këmbëve, duke filluar nga gastrocnemiusi, pjesa e bicepsit femoral dhe gluteusi. Vazhdojmë. Kemi ulje, zgjatje të topit. Kthehemi në pozicionin fillestar dhe ngrihemi. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7
Te, duhet keni parasysh, shpina është në pozicion karike, drejt, dhe shikimi juaj duhet jetë drejt dhe qafa duhet ruaj gjithmonë pozicionin e sakt vertebral. E mbyllim për sot duke ju uruar një shikim të këndshëm të programeve në vijim. Mirupafshim.